Përshëndetje, gjendemi në qytetin më të skajshëm austriak, qytetin e Bregenzit. Qyteti Bregenzit ka një lartësi me kryeqendrën Vjenë 595 km. Qyteti Bregenzit pothuajse ka një pamje piktorese. Ka një leqe, i cili në anën mrapa meje është Gjermania, ndërsa në pjesën tjetër është Zvicra. Është më në trekëndsh të dy shtete, Gjermanisë dhe Zvicrës. Bregenzin brenda një periudhe sezonale mund të vizitojnë afërsisht dikon 200.000 vizitorë. Bregenzi njihet edhe për festivale dhe ekspozita të ndryshme gjatë sezonit të verës. Bregenzi njihet edhe për kopurthën e shumshtit gjatë sezonit të verës. Bregenzi ka bare, restorane, hotele luksoze. Është një qytet i qetësisë. Qyteti Bregenzit pothuajse ka një klimë bregdetare, ku temperaturat gjatë sezonit të verës mund të arrijnë deri në 30 gradë Celsius. Po për shkak të lagështisë së madhe që ka ky vend, temperaturat minimale dhe ato maksimale ndryshojnë shumë pak njëra me tjetrën. Nëse temperatura këto gjatë sezonit të verës mund të jetë 30 gradë Celsius, por shkak të lagështisë së madhe që ka ky vend, njësia e temperaturës në trup mund shkojë deri në 38 gradë Celsius. Tot in Groningen.